Çmimet e frutave dhe perimeve në tregun e shumicës në Vlorë po paraqiten në një stabilitet të tyre në muajt e parë të këtij viti. Në treg ka një prodhim të bollshëm sipas tregtarëve, ndërsa veç importit ka edhe prodhim vendas. Mallrat e importit paraqiten me çmime më të larta se ato të vendit, por përgjithsisht në krahasim edhe me një vit më parë, vjet re një ulje të çmimeve për periudhën e stinës që jemi. Problem për tregtarët e shumicës mbetet fuqia blerëse, por nga ana tjetër edhe abuzimet që vijnë nga konkurrenca e pandershme, ku sipas vetë tregtarëve, shumë furgon qarkullojnë në rrugët e qytetit duke kryer një tregti të palishme kundrejt atyre që paguajnë çdo ditë taksat dhe detyrimet në tregun e shumicës. Tregtarët thonë se prodhimi vendas është më i lartë se një vit më parë, duke sjellë kështu një bollok në treg, por ka rëndësishëm fuqia blerëse. Kjo bën që malli të prishet dhe të mbetet stok edhe në shumë raste. Megjithatë, tregtarët kërkojnë tashmë edhe nga institucionet të marrin masa, kryesisht për të luftuar konkurrencën e pandershme, ndërsa thonë se situata ekonomike e vështirë për shumë familje, por edhe largimet jashtë vendit bën që puna e tyre të bjerë në mënyrë drastike. Edhe pse thonë se ky vit ka sjellë çmime më të ulta se njëjta periudhë një viti më parë, por problem mbetet mungesa e fuqisë blerëse.